Rendi I ri botror, rend është tjetër gjë se rend domethënë është diçka komanduese që të vë në rend për një, domethënë. Pra, asinohet nga ky globalizmi dhe egomenizmi të vendosit një rend I ri botror? A ka lidhje me këtë? Pra ajo që do ta shtyj bisedën Aleksi, ndoshta mund të jetë kjo. Ti po të marrësh të shohësh komandohen më kollaj njerëzit, të drejtohen më mirë. Kemi planetin edhe pjesa sipër jetojnë shumë mirë dhe pjesa poshtë jetojnë shumë keq, edhe pjesa poshtë do t'iki sipër, po pjesa sipër thot ti nuk përshtatesh me kulturën time, unë do të ndjek me dru poshtë, ai mërzitet. Dasit krijojnë probleme. Unë nuk është se jam ekspert I globalizmit, po unë jam kundër dasive. Domethënë dasit. Ti mund të jesh Aleksi, ne nuk do ta vëmë BC32 emrin, ti prap do kesh emrin tënd, do kesh identitetin tënd, po do jetosh në një komunitet që ku ti do kesh të paktën në këtë planet, ti të kesh mundësi ti kesh në Amerikë, valla tani, më thuaj ti mua, kush është ai bir nëne që I heq të drejtën fëmijëve të mi që ti ikin në Amerikë, të shohin Amerikën, valla. Jo se në Amerikë ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme për të parë, po kush është ai që heq dhe me çfarë arsye? Ai e klasifikon fëmijën tim të papërshtatshëm. Fëmia ime është nuk e di që është shintalliku akoma. Mund ta di unë që është shintalliku dhe t'jemi rrezikshëm për t'ik në Amerikë. Po aty pse duhet ja heqësh të drejtën? Atje mëson plotësisht në Amerikë që është shintalliku. Është vendi I tillë. Po më tani vendi I tillë në një vend me 350 milion banorë, valla tani në probabiliteti e mirë e keqe, normale që është më e madhe. Në një vend me 3 milion banorë probabiliteti e mirë e keqe është më e vogël, e kupton, tani kështu shkon ajo, është sinkron. Jo, kanë qef të shkojnë te shintalliku, akoma kanë atë jargavitjen. Po leni më tiki të pusi qafën si taj, po leni më. Keq me shku atje, nga që I udhëtek atit bullallaj. Dgjoj, unë mund të bëj akte terroriste të marr jetën tënde vetëm se ti nuk më lë mua tiki te shintalliku. Ti mund të vendosësh ligje që aty te shintalliku të dish si të sillesh, kujdes këtu, dhe këtu ne vim te klasifikimi qytetërimit. Domethënë në moment që ne do jemi në globalizëm, qytetari do klasifikohet. Kina për shembull, po fut social scoring, siç janë pikët e patentës. Por digitalizimi aty do të kalojë, sa përfshihet në globalizëm ajo, si duket kjo. Kjo që po thotë patronazimi financiar I paras, I portofolit tënd do di çfarë do gjë lëvizje. Social scoring është kështu vëlla, që nëse ti të marrim edhe të çojmë në kinema dhe atje në kinema ti fillon edhe gjuan njerëzit me popcorna, me kokoshka kokës për qef, ty do të heqim të drejtën që të shkosh në kinema për 6 muaj, ose do pastrosh kanalet në shenjë riabilitimi dhe të fitosh, se nuk mund merremi neve tani me ty të edukojmë. A kupton, ne do të privojmë një të drejt, po jo të privojmë ty që ti kësh të lëvizësh në gjithë planetin. Ti duhet të lëvizësh ku të duash në planet, por në kinema nuk hyn vëlla, se ke dhënë shembull që je I papërshtatshëm për këtë lloj ambienti, ose edhe po ta marr shembull banal, e kupton, po kjo mund të interpretohet në çdo nivel të shoqërisë, në jetën publike, për shembull nëse ne këtu jetojmë në Tiranë, vëlla. Jetojmë në Tiranë. Është kryeqytet. Domethënë po të ishim globalizëm tani, ata që gjyshin me vezë atje do ishin dënuar. Ata që gjujnë me vezë, vëlla, do ta kenë kufirin në ndroq. Nuk do kenë mundësi për 6 vjet. Domethënë globalizmi më heq të drejtën mund të reagoj kur shofi shkeljen e gjë se do dënohem, a? Po ti nuk mund të vish të gjush me vezë, ka mënyra dhe mjete që ti të vish e të shprehesh, e kupton? Unë mund të kem shumë. U shpreha, nuk e dëgjoj njëri. Po jo më shprehu me votë, shprehu me nëpërmjet. Si njëri 4 vjet, a fusin në ty, të japin ca premtime. Atëherë unë për shembull personalisht mendoj, unë si Sel mendoj që votimi një në 4 vjet është gabim. Unë mendoj që ne duhet votojmë të paktën 25 herë në ditë. Dakor, si njerëz, ne duhet kemi një aplikacion, nëpërmjet digitalizimit, ne duhet kemi një aplikacion që çdo vendim që qeveria jon duhet të marrë, duhet na vi pip, çfarë mendon për këtë vëlla? Jo, çfarë mendon për këtë? Po, çfarë mendon për këtë? Globalizmi nuk ta lejon atë gjë. Jo, globalizmi pikërisht të gjë të lejon. Jo, nuk e lejon atë gjë, sepse del ky diktatori që kemi ne këtu dhe thot një herë keni të drejtën të shpreheni, një herë në 4 vjet. Okej, ngriu ti. Të thot globalizmi. Ti për këtë ngriu në protestë. Të thot globalizmi që të votosh 25 herë në ditë. Se po ka vetëm aspektin gjyti me kokoshka atje. Po pra ti gjuni atë. O vëlla ngriu, vëlla për këtë bë referendume që ne të votojmë një në javë. Bë referendume që të votojmë një muaj. Në ti të heqin të drejtën, të bien pikët sociale, vetëm se kalove ti komsor, kalove me të kuqe. Ndërkohë që thoshe jo, s'ke të drejtë mendosh, duhet të jesh robot kur të ndizet po që do kalosh.
Po. Do thotë ty mos e përdor trurin, mos shiko majtas djathtas, ka makina po jo. Po do thotë do përqendrohet te poçi kur të japi komandin ajo ty. Për sa kohë ti do të shkelesh mbi trotuarin që e kam ndërtuar unë me djersë edhe mund, do hecësh aty sipas poçit. Nëse ti do të jetosh si tigër, ka plot zona të gjelbër ta quhen, është parku Dajtit që mund të ikesh në majtë një pemë dhe ti je tigër e të hidhesh na pema në pemë si dush. Do thotë diktaturë. Jo, nuk është diktaturë. Që po mendove është e dënueshme, po mendove lirë. Zotëri, unë tani këtu kam qef t'i ngre kam tavolinë, po këtë tavolinën e ka bler ky biri botës me djersë. Edhe kemi konflikt këtu me këtë birin e botës. Tjetër i rrugës po them këto gjërat po pra, na kraut edhe rrugën e kam ndërtuar unë e do kaloj. Është i gatshëm njerëzimi dhe bota për globalizmin. Se po shoh për shembull pjesa më e madhe komenteve, po nuk po reagojnë mirë me gjithë qëndrimin që ke. Absolutisht nuk do reagojnë mirë sepse pjesa më e madhe e njerëzve janë NPC, domethënë janë akoma me rrog. Domethënë ata varen nga një rrog që për të jetuar. Akoma ata nuk kanë zgjidhur mënyrën se si do jetojnë, nuk kanë zgjidhur iniciativën e tyre personale, nuk kanë zgjidhur këto gjëra dhe normali kur ti fut një koncept të ri, edhe kur i tha në fillim, o vlla, janë efekte meteorologjike, ato që bëjnë rrufet, nuk është Zoti që po mërzditet. Jo, është Zoti, hidhi 3 virgjra brenda dhe ti jemi të qetë. Edhe derisa dolën meteorologët edhe thanë, o vlla, janë 2 re të ngarkuara pozitivisht dhe negativisht që përplasen me njëra tjetrën dhe nxjerrin vetë timën. Nuk është Zeusi. Nuk janë nga Zeusi. Shpëtuan të virgjë. Ka disa aspekte që favorizojnë qëndrimet e tua, por nuk është se qëndrojnë. Tezat e mia do mbroj, nuk do mbroj tezat e tua. Unë mendoj për sa kohë. E bën të duket keq, domethënë përpiqesh ta bësh duket keq. Po zotri, unë jam nga Fieri. Dhe kam ardhur të jetoj në Tiranë. Për forumin botror ekonomik e dëgjuar? UEFA-n. S'do keni asgjë dhe do jeni të lumtur. S'do keni tani, ajo është agenda 2030 ajo, është brenda globalizmit. Domethënë, unë nuk e di valla tani digitalizim, burg i hapur. Kamera aty me lëvizjen më të vogël edhe po kryet unë do ta di ai tjetri. Ti je aty valla. Në Angli e 23 orë i filmuar. Domethënë vetëm në banjo në Se u çu gjithë ajo Anglia aty që mos kaloshin kartat e digjitale. Po ngritën tani, po prapa aty do shkojnë ata. Papa mbetur janë ata. Prapa u mbushin. Bezon te Zeusi ata. Tani ata do ta kalojnë kartën digjitale sepse po i mbyt emigracioni pa lishë. Ky është justifikimi që përdoren, se mund t'i kishin ndaluar që mos futesh ajo mbytje. Ajo që thua ti është utopi. Siç po ndodh tani në Spanjë. Atë që posoi Anglia, po e poson Spanja. Spanja ka rënë. U fut tani ata karkalesa. Spanja është e pushtuar komplet. Po kam mbështetje nga globalistat këta. Është Sorosi që financon emigrimin e jashtëligjshëm. Po tani e financon Sorosi emigrimin e palishëm se do të vëri strukturat e tij. Kupton për sa kohë ti jep mundësi njerëzve që të kenë mundësi të zaptojnë copza pushteti, ata do luftojnë për të. Kupton, për sa kohë ti lë pushtet rrugës, njerëzit do laftojnë për pushtet, do vrasin për pushtet, do bëjnë shumë gjëra për pushtet. Unë personalisht mendoj që bota duhet të drejtohet nga qenie njerëzore jo më shumë se 12 vjeç. Domethënë, në moment që një qenie njerëzore kalon moshën 12 vjeçare, unë mendoj që ajo humb komplet sinqeritetin edhe çdo gjë të mirë, edhe fillon edhe bëhet pjesë e kësaj bote të shpifur, edhe i ndikohet mënyra e logjikës. Unë mendoj që kasta politike duhet të jetë 12 vjeç e poshtë. Komandojnë të japin drejtim 12 vjeçare? 12 vjeçare poshtë. Që ata nuk janë korruptuar, mendimi tyre, sistemi logjik nuk është i korruptuar. Po nuk janë as të pjekur, nuk janë që të marrin vendime. Ti duhet ta kuadrosh atë që ata të kenë mundësi të marrin vendime. Ti krijo software-in me alternativa, edhe pastaj këta marrin vendime, domethënë njerëz të pa influencuar. Ka qenë një intervistë shumë e bukur e një ambasadori amerikan, mund ta gjesh në YouTube, domethënë, edhe ngrihet një vajzë e vogël dhe i thot, zoti ambasador, i thot, pse ju që jeni shtet kaq i fuqishëm dhe i dini gjithë ata që janë të korruptuar edhe të këqij në Shqipëri keni shërbimet sekrete më të fuqishme dhe shumë gjona, pse nuk bëni diçka? Tha, po nëse ne veprojmë, tha, i bi që me të vënë ty në pushtet. Domethënë teknikisht ambasadori i Amerikës i tha asaj vajze që deri te mosha 12 vjeç këtu janë të korruptuar të gjithë.
Më kupton, domethënë është kapitalizmi dhe turbokapitalizmi ku ne jetojmë sot ta korrupton shpirtin që në moshë. Cila është diferenca midis kapitalizmit dhe turbokapitalizmit? Tani kapitalizmi është ku ti lufton për lekun edhe me atë lek të bësh pushime dhe të shijosh jetën, e të marrësh kënaqësi, kurse turbokapitalizmi është që ti kur merr lekun e ke kënaqësinë. Domethënë deri dje ti punoje si qan, merje rrogën e gëzoje një birë kur e pije, kurse ti sot gëzon kur rritet numri. Ti nuk bën asgjë me atë numër, po ti gëzon vetëm kur e shef atë që rritet. Kjo është turbo. Ky është turbokapitalizëm, që ti nuk ke më interes. Më mirë njerëzimi. Edhe shoqëria është tjetë në turbo apo kapitalizëm? Ajo iku po humbin gjithë gjërat e bukura. Unë mendoj që këtë po thotë koncepti ne po humbin gjërat më të mira të jetës që na ka falur jeta. Atë po thot me globalizmin apo jo? Po ti referohemi Biblës, në Bibël thuhet ju krijova tokën ku t'jetoni. Një të tretën ja u bëra tokë ku të ndërtoni shtëpitë. Dhe ju vendosa disa kufi. Në një sekond, edhe domethënë 2 të treta, domethënë 1 të katërtën ja u dhash tokë ku të bëni shtëpita dhe 3 të katërta ja u dhash det ku të ushqeni. Teknikisht qenia njerëzore vetmja gjë që nuk ka refluks ushqimor ose që nuk mund të marrë intoksikim duke e konsumuar vazhdimisht janë produktet e detit. Ne mund të ham produkte deti pa fund edhe nuk kemi intolerancë nga ato. Ti tani më vjen mua me sofizma, me sufllaqe, me gjona, me kështu. Ka pasur globalizëm tentativ në Bibël me qenë se ju referove? Po tani ne globalizëm kemi qenë derisa doli Bibla. Se Bibla jo pati një tentativ konkrete. Në momentin që ti del me një projekt në letër, edhe ka njerëz që e pranojnë, edhe se pranojnë, ti po prish globalizmin, kurse kur njerëzit jetojnë në bazë të instinkteve njerëzore, janë globalizëm quhet ajo. Po zoti nuk e do globalizmin. Ndasia e parë ishte kur erdhi Tora. Libri i parë i shajnë Gjoja e zbritura, 7 pllakat e atij zotërisë, më fal se unë i di gjërat pak a shumë si pika historike, por nuk i di me detaje që të t'i sjell ty në mendje pas pata internetin ose këto. Kur doli libri i parë, domethënë ose kur doli alternativa e parë, ose ta çojmë më mbrapa, krimi për shembull, e diti kur ka lindur krimi në planet? Krimi. Që të çifti i parë, të 2 fëmijët e parë. Jo, krimi ka lindur në moment që u shpik çanta. Kur ti shpike çantën. Aty u vran fillim për çfarë çante? Çanta për të mbajtur ushqimin. Aty kur ti fillove vrau vllajin ishte krim. Më herët thot Aleksi. Që në fillim, që në zanafill. Po, ato janë mitologji. Kush është mitologji? Adami dhe Eva është mitologji? Në moment që u shpik krimi ka lindur 1 minutë pas pronës. Në moment që ti u kishe në pronësi 2 mollë, unë të futa një dru pas qafe dhe të mora mollët. Domethënë kur ti shpike çantën për të futur 2 mollë, unë të erdha me një dru pas jave, dera atëre ne ishim shok. Hani mollë të 2 së bashku, e ne iknim andej. Pastaj kur ikëm me një vend, ne të shofun ty me 2 mollë. Ku vete ky me 2 mollë? Bjeri mërqenit merja mollën. Domethënë, atë moment lindi krimi, lindi ndasia e parë, ai që kishte mollë, me atë që s'kishte mollë. Kështu që kapitali sjell konflikt. Më kupton? Ndasia filloi kur pati tentativ për globalizëm, aty filloi ndasia. Edhe aty desha me të thënë, kemi përpjekjen e ndërtimit të kullës Babelit. U bashkuan gjithë njerëzit atje, se siç e theja është njeriu i korruptueshëm, i hyvet janë qef shumë kollaj dhe thot tani do ndërtojmë një kullë aq të madhe saqë do e lidhim me qiellin, shkojmë direkt te Zoti tha. Edhe Zoti tha, të zbresim poshtë, t'ja përziem gjuhët që mos të bëjnë më marrëzi të tilla. Mos i shkoj mendja për gjëra të tilla më. Edhe tani po bën një globalizëm të ri për t'i bërë kashillik prap Zotit, sepse është djalli nga mrapa, që e do globalizmin, e do digitalizimin, e do Big Brotherin, e do mbikëqyrjen, mos mendosh, do bësh ato që të them unë, ushtar i bindur, tu mbashësh lirin, konceptin, gjitha. Ti rrafshon të gjitha, ti je një kufom. Po jo më vëlla. Që vetëm han, shkon banjo, i bindet sistemit. Trurit jot mos ju bind sepse është do jetë e dënueshme. Kush ja ka rrafshuar komuniteteve që jetojnë në Shqipëri identitetin? Të gjithë ndjekin identitetin e tyre përkundrazi. Ata po tentojnë domethënë ta asimilojnë identitetin e vendit.
Po, tani, po kaloj globalizmi që thu ti, atëherë do fillojnë ato t'ja ndaloj ato të Kush t'i ka drejtat. ndaluar më se ke 10 në gjithë ata Amerikë, ka lloj-lloj komunitetesh, lloj-lloj racash, kush e ka ndaluar ata që t'jetojnë? E diti që në Angli, për shembull komuniteti indian në veshjen e tyre fetare kanë mundësi të mbajnë thik, kanë thik. Lëvizin me thik në rrugë vëlla. Domethënë kanë një shpatë ata dhe ajo thotë kjo shpata është veshja ime fetare. Domethënë është objekti im i fetar, thot, nuk është shpat kjo. E do ja zhdukin atë. O do ja zhdukin atë, është tjetër gjë, po ai aktualisht e ka, nuk po ja zhduk njëri identitetin. Po pra e ka, po pas nesër i rrezikon sepse duhet kaloj globalizmi që i rrafshon gjithë ato. Ai është brenda një Anglie, por është brenda në një shtet tjetër dhe nuk po ja luan njëri tani se çfarë do ndodhi nesër, pse edhe kur të bëhet globalizëm, kush tha që do t'ja heqin? Prap do rri ai me shpatë të rrim brez. A un jam një qytetar i planetit që identifikohem me këtë besim edhe me këtë kulturë. Do më thënë kishe drejt kur doli ky i gjati që kena ne këtu dhe tha Shqipëria nuk është e shqiptare, por është e mikut, si e tha të vjershëm? Edhe e Zotit. E Zotit dhe e mikut, E Zotit dhe e mikut. Do me thënë, shife që lëshojnë nga goja i, tamam fix atë që përmban agenda e globalizmit. Do me thënë, juve nuk keni të drejtë të ndiheni në shpinë tuaj. Gjergj Kastrioti nuk po vjen mua më paguaj Qeran, o bish. Qeran mua do më paguaj? Po, Gjergj Kastrioti që është në qendër nuk ma paguan Qeran, është heroi im, unë e dua, e respektoj, po unë Qeran do ta paguaj duke ikur në Europë, duke pasur mundësinë të marr një shtëpi me Qeran në Europë, edhe duke pas mundësinë të punoj në një vend pune për shembull që ka një rrogë më të lartë. Po është drejta jote si manovron, jo, nuk është drejta ime. Rrogës, po diskutojmë që duan me na marr liri dhe vlera. Po çfarë liri, po më globalizmi të jep liri, lirin ty ti kanë marr gjitha liri tani valla. Ti nuk ke tani, nuk ke ti liri. E ke parë se si veprojnë në Kinë që i referova çfarë? Po, si atë gjë duan të bëjnë në gjithë botën, ta bëjnë në botën Kinë. Ai sistem është perfekt për globalistat që ta kalojnë në gjithë botën. Aty ata njerëz nuk e din konceptin e lirisë fare. Unë jam i mendimit që në shoqërinë tonë, kur unë jepja një mendim çuna, i thosha sot do dalim të bëjmë një ecje në Dajt. Çdo njeri që dilte kundër ne kishim një rregull. Ai duhet të jepte 2 alternativa të tjera.